Zonja deputete, ju keni e thatë dhe këtu që ligji 970 i vitit 2007 ka më shumë burokraci, ka burokraci. E zbukuroj pak termin, ka më shumë burokraci kur është çështja për të investuar në infrastrukturën portuale dhe nuk vjen në harmoni me ligjin për investimet strategjike të 2015. Por ka një specifik. Ligji 2015 për investimet strategjike është një ligj i përkohshëm. Që do të thotë, me që unë kam qenë deputet kur është miratuar ai ligj në 2015, ka qenë një ligj për një afat të kufizuar, të përcaktuar kohor, por që është shtyrë në fakt her pas here, shto një herë, shto miell, shto ujë dhe ka mbritur tani që ky ligj, të cilit i është zgjatur afati i veprimit të tij në 6 herë, i mbaron jeta në kuptimin figurativ pra në dhjetor të 2026-ës. Atëherë çfarë vlere ka të sjellim ligjin e 2007-ës tek ligji për investime strategjike, kur në fund të këtij viti, pra në dhjetor, ligji për investime strategjike nuk do të jetë më. A është ky një investim në kuptimin i gabuar që të sjellësh një ligj që është ligj integral, një ligj më jetëgjatë, dhe atë ligjin integral ta sjellësh tek niveli një ligji me veprimtari të përkohshme, ndërkohë që në dhjetor të këtij viti, pas dhjetorit, ligji për investime strategjike nuk do të jetë më? Tani të gjitha ato investime që janë miratuar apo që do të miratohen deri në dhjetor, pastaj ku e keni ju garancinë që ky ligj nuk do të rishikohet për të shtyrë dhe më tej? Po gjykoj çfarë ka vendosur ligjbërësi deri në këtë stat, dhe ligjbërësi ka gjykuar që ligji për investime strategjike duhet të jetë me kohë të kufizuar, pavarësisht se është zgjatur 6 herë afati. Paktën kaq sa çdim, nuk na është thënë, nuk ka ndonjë sinjal nga qeveria që do ketë tjetër shtyrje, po t'i referohemi këtu pastaj edhe çfarë sugjerojnë partnerët ndërkombëtar për praktika të tilla që kanë një pikë pyetje. E kuptoj. Aktualisht ne po flasim për të gjithë ato investime apo për të gjithë ata individ që tashmë kanë marrë statusin investitor strategjik sipas këtij ligji në fuqi. Dhe ndryshimi që ju propozoni do ketë efekt prapaveprues që të vlejë dhe për këta që e kanë marrë pa u bërë ndryshimi që ju propozoni? Jo, nuk do ketë efekt prapaveprues. Atëherë çfarë leverdie kanë ata që e kanë marrë statusin investitori strategjik, nëse ndryshimi që ju propozoni nuk ka efekt prapaveprues? Dgjoj, ligji mendohet që të shtyhet. Jemi duke diskutuar që ligji mendohet që të shtyhet. Ligji për investimin strategjik do ketë një zgjatje tjetër të afatit matan me dhjetorit të 2026. Kjo pastaj hap një temë tjetër debati, por që në vijim do të mund ta shohim për ta parë se mbi çfarë argumentash, se duhet ketë një arsyetim, një argumentim pse do të shtyhet afati i një ligji që në lindje të tij që parashikuar për një kohë të shkurtër.